Me një profil të konsoliduar ndër vite dhe me reputacion të ndërtuar mbi punë, vizion dhe përkushtim kombëtar, Silver Xhelili nga Ana Morava hyn në garën politike si një emër i fuqishëm i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet. I njohur si afarist i suksesshëm dhe veprimtar i palodhur i çështjes kombëtare, Xhelili përfaqëson një kombinim të rrallë të përvojës menaxheriale, guximit qytetar dhe lidhjeve të forta me diasporën shqiptaro-amerikane. Mbështetësit e shohin atë si një zë të besueshëm dhe një përfaqësues dinjitos të gatshëm ta ngrejë Ana Moravën më lart dhe të jap kontribut të drejtë për drejtë në forcimin e institucioneve dhe zhvillimin e Kosovës. Pas 16 viteve eksperiencë në biznes në Shqipëri, ku ka punësuar edhe shumë qytetarë nga Kosova, Silver Xhelili synon të përdorë njohuritë e tij për të zhvilluar sektorin privat kosovar si kandidat për deputet. Ai premton të jap një havë të ri bizneseve dhe punësimit në vend. Unë mirem me biznes afër 16 vite. Tani mirem në Republikën e Shqipërisë dhe bizneset të cilën menaxhoj dhe kombon kontribut madh edhe për Republikën e Kosovës, duke punësuar persona të cilët kanë ardhur nga Kosova në kuadër të Republikës së Shqipërisë dhe ajo më ka shtyrë më shumë që të jem edhe kandidat për deputet në kuadër të parlamentit, për shkak se mund të jep shumë për vendin tim, sidomos për bizneset e ndryshme të cilat janë në kuadër të Republikës së Kosovës. Sipas Silver Xhelili, Shqipëria po ofron një kontribut të madh për zhvillimin e bizneseve dhe po ecën me ritme të fuqishme ekonomike në drejtimin e Edi Ramës. Ai beson se me ardhjen e Bedri Hamzës si kryeministër, Kosova mund të përsërisë këtë model dhe të sjellë përfitime të ngjashme për ekonominë dhe bizneset e vendit. Unë mendoj se Republika e Shqipërisë me kryeministër Edi Rama po jep do të thotë një kontribut madh për bizneset në Shqipëri. Ne jemi duke parë se Shqipëria është ecur me një trend të fuqishëm sa i përket ekonomisë dhe ngritjes së bizneseve në kuadër të turizmit, po ashtu edhe bizneseve të tjera. Unë mendoj se Republika e Kosovës duhet ta merr një mësim nga qeveria e Edi Ramës, mirë po besoj që kryeministri i ardhje Bedri Hamza, që është një ministër shembullor për Kosovën, ne kemi provuar do thotë në qeverisit e kaluar, kryeministri Bedri Hamza do të bën punë të mira sa i përket bizneseve dhe lehtësimin e proceseve do thotë në të mirë të bizneseve të Republikën e Kosovës. Dhe ne si Republikë e Kosovës dhe qeveria e ardhje me kryeministrin Bedri Hamza besoj që ato të mira të cilat i ka qeveria e Republikës Shqipërisë për investime të ndryshme të cilat kanë ngritur edhe ekonominë e vendit, Republika e Shqipërisë do të koordinohen bashkë dhe do të udhëheqim do të thotë me bizneset për të trajtuar më mirë dhe të ngrisim ekonominë në vendin tonë. Silver Xhelili, i cili është i njohur me djalin e presidentit Donald Trump përmes aktiviteteve humanitare në Shtetet e Bashkuara, thotë se ka komunikuar shpesh për çështje biznesi dhe ka kërkuar që për Kosovën të ketë mbështetje nga qeveria Trump. Unë njihem me djalin e presidentit amerikan në bazë shoqërisë të cilën e kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jam pjesë e një grupi do të thotë humanitar që jemi qenë edhe pjesë e atij grupi do si antar dhe shumë herë do të thotë kemi komunikuar në takime ndryshme do të thotë me persona të cilët janë njerëz të afërt të Donald Trumpit, po ashtu edhe me djalin e Donald Trumpit Terikin, që kemi komunikuar në çështje do të thotë shoqërore, po ashtu edhe në çështje të biznesit dhe çdo herë kam kërkuar që të jem do të thotë një njeri që mund t'ia adresoj porosin për vendin tim që të jetë edhe kontributi i madh nga qeveria Trump për Republikën e Kosovës. Ai shpreh shpresën se qytetarët e Kosovës do t'i japin mundësinë të bëhet deputet, teksa premton se nëse zgjidhet do të punojë për të forcuar marrëdhëniet me SBA-n dhe për të tërhequr investitorë të huaj që të zhvillojnë bizneset në Kosovë. Unë mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës kësaj radhe do të më japin mundësinë që të jem pjesë e parlamentit si deputet i jashtëm i legjislaturës së jashtëm, për shkak se nëse jam deputet i parlamentit të Kosovës, do të jep shumë një kontribut të madh në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe në raportet me bizneset të cilat janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mund të ju siguroj që nëse që besoj që edhe qytetarët e Republikës Kosovës në 28 dhjetor do të më japin mundësi të jem deputet, unë do të garantoj që do të sjellë edhe investitorë të ndryshme nga vendet e ndryshme të botës për të investuar në Kosovë me kryeministër Bedri Hamzën, do të thotë qeverisin e jashtëm.
Duke u bazuar në mbështetjen që mori më në shkurt, Selver Xhelili kandidon për herë të dytë për deputet në Kuvendin e Kosovës. Ai thotë se optimizmi i tij për këtë kandidaturë burë nga plani dhe vizioni i Bedri Hamzës. Unë mendoj që kandidimi im për deputet ishte edhe në shkurtin e 2025-ës zgjedhjet e para dhe kandidimi për herë dytë do të me 28 dhjetor tani më zgjedhjet e dyta. Mendoj që më ka shtyrë që t'jem prap pjesë e garës, duke i parë do të të dhe votat të cilët i kisha vota mbi 10.000 vota, do të të një vot, një kontribut për mund kandidasi për deputet. Dhe aja e cilë më ka shtyrë të hyrë kandidim, është se mund t'jep diçka në të mirë të vendit tim, sidomos të në legjislaturën e ardhshme të Republikës Kosovës. Ai për ekspoze prodhimi Gazeta Blic folje dhe për premtimin e Kurtit që surealizua kur për Anamorovën, por është optimist se me PDK në pushtet gjërat përmirësohen. Ne e dim se kjo qeveri e cila tani po udhëheq që shumë herë ka pas premtim me autostradën e Gjilanit dhe Gjilani do të thotë nuk ka marrë asnjëherë investimet kapitale që i meriton. Dhe fillimi i autostradës ishte para shumë viteve dhe ajo gjendje është tani më prap ashtu siç ka qenë më herët dhe ne e shohim se kemi shumë aksidente shpeshta në këtë rrugë, të cilën tani më është një rrugë më e rënda sa i përket në gjithë Republikën e Kosovës ku ka dhe aksidente me fatale dhe kjo do të jetë një shqetësim i madh për qeverinë e ardhshme. Mirëpo besoj që me kryeministrin e ardhshëm Bedri Hamza, Anamorova do ta ketë një qasje më ndryshe, si në investime kapitale, po ashtu edhe në ata që e meriton do të i adreson do në të mirë qytetarëve të anës sonë. Tutje Selver Xhelili shprehet se qytetarët e Kosovës po zhgënjehen nga qeverisja aktuale dhe nuk e pranojnë plan programin e saj. Ai beson se kryeministri i ardhshëm dhe kryetari i PDK-s Bedri Hamza është personi që mban fjalën dhe do të çojë partinë drejt rritjes së votave dhe besimit të qytetarëve. Unë mendoj që kryeministri Bedri Hamza në ardhje, tani më është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëri është edhe kandidat për kryeministri, ku besoj që tani më Partia Demokratike do të ketë edhe rritje të votës për besimin, për shkak se Bedri Hamza si kryeministër, ne e dim është provuar shumë herë do të thotë si ministër në qeveritë e kaluara dhe është një person i cili çdo herë atë që e premton edhe realizon. Plan programi i Bedri Hamzës, kandidatit tonë për kryeministër, i cili është edhe kandidati potencial për kryeministër, mendoj që është një ndër plan programet më të mira të cilat i ka tani për tani ofertat e partive politike. Qytetarët e Republikës Kosovës tani me 28 dhjetor besoj që e kanë kuptuar se oferta më mirë dhe plan programi si në atë ekonomik po ashtu edhe në raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe rrugën drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian është ai i cili do ta udhëheq kryeministrin në ardhje zotëri Bedri Hamza. Aja të cilën do të jetë dallimi mes shkurtit dhe dhjetorit të vitit 2025 është sepse qytetarët e Republikës Kosovës po e shohin se çdo ditë po zhgënjen nga kjo qeveri, e cila besoj që tani më çdo qytetar i jon ka kuptuar se plan programi i kësaj qeverisje është një plan program i cili nuk është i mirëpritur për qytetarët e Republikës sonë. Tutje Xhelili premton se PDK-ja do të ofrojë edhe një qasje krejtësisht ndryshe për diasporën, teksa këta të fundit i sheh si qytetar të jetëçmuar për vendin tonë. Unë mendoj se Mërgata ka një rol kyç do të njerëzit të cilët janë Mërgat kanë dhënë një kontribut madh për Kosovën, si shlirimin, po ashtu dhe në jetën e përditshme të jetën e qytetarëve të Republikës sonë dhe besoj që 28 dhjetori është një ditë e mirë dhe e shenjtë për gjithë qytetarët tonë për votimit, duke i mirëpritur edhe diasporën dhe mendoj që diaspora kësaj radhe do të voton dhe do të voton për plan programi e Partisë Demokratike të Kosovës, sepse edhe aja ka parë se plan programi ynë është një plan program më i mirë dhe ka një trajtim më të mirë sa i përket Mërgatës. Ne e dim se qeveria e kaluar e udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës kishte edhe Ministrinë e Diasporës, do të thotë kishte një adresë ku kërkesat e diasporës, do të thotë qytetarët të cilët i kemi në diasporë, kanë pas një adresë ku kanë pas do të thotë
një ulëse mes qeverisë Kosovës dhe Ministrisë të diasporës. Qeveria në ardhje besoj që me kryeministrin në ardhje Bedri Hamza do të ketë një trajtim ndryshe për diasporën, sepse diaspora është një vlerë e çmuar për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe ajo ju ka përgjigjur si në kohë të vështira, po ashtu edhe në kohë të mira gjithë institucioneve të Kosovës dhe kështu që unë i falenderoj për ardhen, mirëseardhjen do të gjithë diasporës dhe të jenë zgjedhje demokratike të lira dhe kisha kërkuar nga ata që sa në radhë ta votojnë plan programa i Partisë Demokratike të Kosovës me kryeministin Bedri Hamza. Xhelili PDK thotë se me Partinë Demokratike të Kosovës do të ketë përsëri Ministri të Diasporës. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike me ardhen qeverisë do të krijoj edhe Ministrinë e Diasporës ashtu siç e kishte edhe në qeverisit e mëhershme dhe do ta kenë një adresë caktuar për gjithë kërkesat, shqetësimet e qytetarëve tonë jashtë Republikës sonë. Ai foli edhe për koalicionet, teksa tregoi qëndrimin e tij për një bashkëqeverisje mes vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike. Mendoj që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Bedri Hamza, mendoj që ai do ta vlerëson do të thotë edhe për hapat e mëtejshme, mirë po sa i përket qeverisë tanishme, na mendojmë se Partia Demokratike e Kosovës do të jetë një parti e cila do të ketë një plan program më të mirë, një qeverisje më të mirë dhe i vetmi arsye do të thotë për ta ndryshuar këtë qeverisje është Bedri Hamza, kryeministri i ardhshëm i Republikës Kosovës. Çdo gjë tjetër, ajo është do të thotë që morën nga kryetari i Partisë Demokratike zotëri Bedri Hamza, që është një profesionist, një ekspert, po ashtu edhe një politikan i mirë i cili din të vlerëson mirë, drejt dhe sakt. Gjatë takimeve në teren, Selver Xhelili thekson se qytetarët janë zhgënjur nga qeveria e Albin Kurtit, duke lënë vendin pa institucione dhe duke dëmtuar ekonominë dhe marrëdhëniet me SBA-n dhe BE-n. Ai beson se pas 28 dhjetorit, kryeministri i ardhshëm Bedri Hamza do të riparojë këto dëme dhe do ta rikthejë besimin e qytetarëve. Unë mendoj që qytetarët tani më po e shoh që ka një mbështetje të fuqishme Partia Demokratike e Kosovës numri 130 me kryeministrin ardhur Bedri Hamza, për shkak se për këtë një vit do të thotë nga fushata e shkurtit të 2025 deri tani më këto ku po flasëm, besoj që shumë qytetarë janë zhgënjur do të thotë me qeverisjen aktuale, sepse ato votat të cilat i mori që partia që po e qeverisë vendin i mori me shumë projekte të cilat do të thotë e ponë që nuk arriti ta formon as qeverinë, po ashtu edhe një vit qytetarët e Republikës sonë kanë mbetur do të thotë pa institucione, një peng shumë i rënd për gjithë ekonominë, po ashtu edhe raportet ndërkombëtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës Bashkuara me Bashkimin Evropian. Kjo tregon që kjo qeveri, të qarit është qeveri në shkurje, i ka bërë dëm shumë madh qytetarëve të Republikës sonë dhe besoj që më 28 dhjetorit kryeministri jon Bedri Hamza do të riparon këto gabime të cilët u qeverisin nga këta të cilët po e qeverisin sot vendin. Xhelili me shumë bindje thotë se 28 dhjetori do të jetë një festë e madhe për opozitën. Partia Demokratike tani më ka një listë shumë do të thotë me profesionistë, me ekip të re dhe Partia Demokratike një ndër arsyet pse ju kanë bashkuar në Partisë Demokratike të Kosovës është se Partia Demokratike jep mundësi dhe i krijon do të thotë mundësi të reja, gjeneratave të reja, po ashtu edhe biznesmenëve, gjitha persona të cilat mund të japin kontribut në këtë drejtim. Unë mendoj që Partia Demokratike këto zgjedhje do të ketë rritje dhe e thojnë ashtu edhe matjet e fundit që po jepin do të thotë nga statistikat të zgjedhjeve. Dhe kjo qeveri që po e qeveris vendin tani më ka ramje, ne e dim shumë mirë edhe nga tereni. Mirë po, besoj që 28 dhjetorit do të jetë një festë e madhe për opozitën, që do të jemi të bashkuar bashkë, që këtë qeveri ta stopojmë nga kjo këtë qeverisje që po i bëhet vendin këtë drejtim. E krejt në fund, ai dha edhe 3 pikat kryesore që do t'i adresojnë në kuvend, dhe qytetarët e Kosovës duhet ta votojnë për deputet. Pika e parë, unë si kandidat për deputet me numër 83 në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës kisha kërkuar mbështetje nga gjithë qytetarët e Republikës sonë që të më jepet mundësia të jem pjesë e legjislaturës së ardhshme si deputet i Kuvendit të Republikës, sepse mund të jep shumë për qytetarët e vendit tim. Unë vi nga sfera e biznisit, po ashtu dhe kam kontakte ndryshme me biznesmenët si dhe me njerëz të cilët mund të kontribuojnë në kuadër të
qytetarëve kuadër të investimeve kapitalit të cilat mund ndodhen në Republikës Kosovës, mirë po kjo punë mund bëhet vetëm nëse jam pjesë e kuvendit të legjislaturës së ardhshme, për shkak se unë mendoj që mund t'jep shumë për vendin tim dhe për gjithë qytetarët në një jetesë më të mirë për ta. Të 83 i PDK-s Selver Xhelili përfaqëson kombinimin e rrallë të përvojës menaxheriale, guximit qytetar dhe angazhimit patriotik. Një kandidaturë që synon të sjellë rezultate konkrete dhe të prekshme për vendin dhe qytetarët.